Kryeministri ka mundësi presidentit. Pa zgjidhje sot apo vetëm në njërën prej tyre që është zbuluar, në Batajnic, i kemi 744 të pagjetur të zhvarrosur prej atje. Në Kosovë tash e kemi mundësinë për vite me radhë që të dënohen pasi të gjykohen në mungesë kriminale të shumë të luftës, qofshin ato sot në ditën e të zhdukurve me dhunë, bashkë me nënën Ferdënie, me familjar të pagjeturve, me kolegë nga qeveria dhe kuvendi, bëjmë nderime për të gjithë të zhdukurit, me qrast edhe 1565 i kemi ende të pagjetur. Komisioni qeveritar për personat e zhdukur, Instituti i Mjekësisë Ligjore, Policia e Kosovës dhe të gjitha institucionet e vendit tonë, bëjmë përpjekje maksimale për të zbardhur fatin e më të dashurve tonë, të cilët u rrëmbyen të gjallat të vdekur nga forcat armike të Jugosllavisë së Serbisë Miloševićit. Me këtë rast duhet të kujtojmë që i fundit i cili u varros ishte djali i vogël 9 vjeçar Sinan Dauti nga Prekazi, i cili në pranverën e vitit 1999 ishte i fshehur bashkë me nënën e tij dhe familjarët e tjerë në bodrumin e shtëpisë së tyre në Prekaz dhe në mënyrë mizore atë përfshiu breshëria e plumbave të forcave të armatuara të Serbisë që po shtinin mbi gratë mbi fëmijët dhe me atë rast nëna e tij, nëna Heroin Lumnia, e plagosur e nxorri Sinanin e vogël nga podrumi dhe prej Prekazit e ka bërë deri në Klintult, e pastaj pe Klintsult e kanë çuar në Skënderaj, prej Skënderaj në Spital Mitrovic ku nuk i kanë lënë familjen dhe që prej atëherë ai figuronte i zhdukur. Dhe tash së fundmi u gjetën eshtrat e djalit të vogël 9 vjeçar Sinan Dauti dhe ai prehet i qetë në vendlinjen e tij. Ne i bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar që të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar dhe të zbardhë të vërtetën për të zhdukurit tonë, meqense ata e mbajnë përgjegjësinë dhe ata e dinë të vërtetën. Janë edhe 11 varreza tjera masive, përveç atyre 5 që tashmë janë zbuluar e për të cilët Serbia nuk jep informacion. Sepse është komunikuar edhe nga vetë ata, publikisht, se janë 16 varreza masive gjithsej. Vetëm në njërën prej tyre që është zbuluar, në Batajnic, i kemi 744 të pagjetur të zhvarrosur prej atje, ndërka që gjithsej deri më tani janë rreth 1000 shqiptar të cilët janë zbuluar në varrezat masive në Serbi. Janë brigadat e caktuara të ushtrisë jugoslave, janë njësitë e veçanta të policisë serbe,
të cilët kanë marrë pjesë në masakrat e Serbisë në kuadër të fushatës së tyre gjenocidale në pranverën e vitit 1999. Atje ku është përgjegjësia, atje është edhe vërteta, mirë po ne nuk kemi jurisdiksion mbi Serbinë. Faktorët ndërkombëtar evropian dhe amerikan duhet t'i bëjnë më shumë trysni Beogradit, ashtu që të zbardhët e vërteta dhe përgjegjësit të dalin para gjyqit. Edhe në Kosovë tash e kemi mundësinë për vite me radhë që të dënohen pasi të gjykohen në mungesë kriminalet e shumë të luftës, qofshin ata urdhërdhënës apo ekzekutor, dhe për këtë Prokuroria Speciale e ka përkrahjen e plot të qeverisë së Republikës, gjithashtu edhe sistemi i drejtësisë në përgjithësi, janë duke punuar më shumë e më shpejt se përpara, por unë besoj që duhet të punojnë edhe më shumë e më shpejt se ç'po bëhet, meqense dëshmitarët po mplakën, shumë prej tyre dhe po ndrojnë jetë dhe në këtë mënyrë vështirësohet për ndjekja dhe sjellja para drejtësisë e kriminalëve serb të luftës. Lavdi gjithë martirëve dhe dëshmorëve të kombit dhe mirënjohje e pafund familjarëve që qëndrojnë kaq të fortë përkundër ankthit të përditshëm me të cilin bashkëtojnë. Kryeministri ka mundësi të presidentit. Pa cilë sot apo këtë më ndeshë së mundit,